Beogradi po kërkon destabilizimin e Shqipërisë në Tiranë në këtë fundvit. Kot lodher Sali, Shqipëria është e pamposhtur sepse ka mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ushtarakisht është kudo në Shqipëri, nga Kuçova deri në Tiranë. Edhe Shqipëria është anëtare në NATO dhe Beogradi e di shumë mirë këtë. Pse lodheni? Kot shkruan Gjela në rrjetin e tij social Facebook. Në këtë lidhje të drejtë për drejtë kam avokatin Spartak Gjela, të cilin e përshëndes. Përshëndes zoti avokat. Mirëmbrëma. Çfarë mendoni se po ndodh avokat? Pse keni bërë këtë status në rrjetin tuaj Facebook? Sidomos një njeri që është non grata në Amerikë, mund bëj dot revolt në fund vitit. Pa ja kërkuar dikush. Ka marrë fona që. Kush e ka në favor destabilizimin e Shqipërisë në rast feste? Beogradi. Të janë në këtë fjallë. I di Saliu këto, po sigurisht që i di. Tjetër, kishët. Avokat, pse bën ditën e sotme protestën Sali Berisha? Ja kërkojnë kundërshtarët e Shqipërisë. Po nuk destabilizohet Shqipëria, zotëri. Jo Saliu, por as Zotë nuk e destabilizon sot.